Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar rikandidimin e Albin Kurtit për postin e kryeministrit në zgjedhjen parlamentare të 7 qershorit. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Partisë, ku konfirmua mbështetja për një mandat të ri të kreut të qeverisë. Kurti synon të marrë drejtimin e ekzekutivit për një mandat tjetër pas rezultateve të forta të vetëvendosjes arriti në 2 procese zgjedhore të vitit 2025. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit, partia siguroi mbi 51% të votave, ndërsa Kurti rezultoi kandidati më i votuar në vend. Gjatë fjalimit para strukturave të partisë, Kurti deklaroi se mbështetja për vetëvendosjen është rritje të vazhdueshme dhe se objektivi i radhësh është arritja e 60% të votave në zgjedhjet e ardhshme. Sipas tij, rezultatet e deritanishme tregojnë se qytetarët po vazhdojnë të japin besim projektit politik të vetëvendosjes. Ai tha se partia është rritur ndjeshëm nga zgjedhjet e shkurtit deri ato të dhjetorit dhe shtoi si një rritje tjetër e ngjashme do ta çonte forcën politike në një rezultat historik. Kryeministri në detyrë hodhi akuzat ndaj opozitës, duke i cilësuar atë përgjegjëse për bllokimin e proceseve institucionale dhe pengimin e funksionimit normal të shtetit. Sipas Kurtit, kundërshtarët politik nuk po arrin të fitojnë mbështetjen e qytetarëve dhe për këtë arsye, sipas tij, kanë zgjedhur të krijojnë pengesa politike. Ai theksoi se zgjedhja e re nuk ishte e nevojshme për qytetarët dhe shtetin, por mund të ketë qenë e dobishme për interesat e caktuara politik. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në zgjedhjet e 7 qershorit janë regjistruar 22 subjekte politike dhe 3 koalicione zgjedhore, ndërsa 9 parti kanë vendosur të mos zgarojnë të vetme ose të përfshihen në koalicione.